Këshilli Bashkiak Shkodër ka zhvilluar mbledhjen e rradhës ku u morën në shqyrtim projekt vendime që lidheshin me ndimen ekonomike, ndimen financiare për dëmet nga zjarri, dhënien e pëlqimit për pasuritë e përfituesve nga paketa maleve, investimin në terrene sportive në kompleksin Zbjanej, shërbimin për arsimin parashkollor dhe parauniversitar, subvencionimin e transportit qytetes dhe zgjatja e kohës ditore të këtij shërbimi, programin buxhetor afatmesëm 2027-2029, transferimin prej 200 metra katror të tregut me shumicë të fruta perimeve tek Ministria e Bujqësisë. Mbledhja u shoqërua me debate të lidhura kryesisht me pëlqimin për dhënien e mbi 500 metra katror të aplikuesve në paketën e maleve. Për këshilltarët demokrat, ky projekt vendim shkakton zvoglimin e aseteve të bashkisë, krijon probleme pronësie, ndërkohë që favorizon një numër të vogël poseduesish të një sipërfaqe të konsiderueshme prone. Përfaqësuesit e bashkisë sqaruan se të gjitha procedurat ishin transparente në zbatim të ligjit të paketës së maleve. Janë dy persona, dy emra, të cilat edhe marrin 10.000 nej, edhe marrin 100.000 metër katror nej, edhe bëhet fjalë për 540.000 metër katror. Ligji i paketës maleve është kredi qartë në procedurat që duhet ngjiqen. Ato procedura janë ndjek, gjatë periudhës të afishimit nuk ka pas pretendime nga persona të tjerë, është kredi thjesht posedim. Kush e posedon këtë pronë në bazë ligjit dhe një procedurë strikte. Dhe atë po diskutojmë. Zhvillimin është etapa tjera që do diskutohet dhe do njeket procedura në Ministritë përkatëse. Gjatë votimit të projekt vendimeve, pikat që lidheshin me programin buxhetor afatmesëm 2027-2029 dhe transferimin e 200 metrave katror tek Ministria e Bujqësisë nuk u miratuan, ndërsa pikat e tjera u miratuan me shumicën e votave të këshilltarëve bashkiak.